shqetësimi kryesor dhe thelbësor në këtë lagje nga këta banor është rrjeti për energjinë elektrike. Dhe po ta shikosh me vëmendje, ja ku është një shtyllë e kalbur, por edhe nga parametrat dhe nga gjatësia është shumë ulur me nivelin e tokës, ku po të zgjatesh kap telat me dorë. Një rrjet i amortizuar tërësisht. Unë kam përthirrje edhe nga disa zona të tjera, që drejtoria e elektrikut në Elbasan, degët e tyre duhet të vinë të evidentojnë problemet dhe t'i rehabilitojnë ato. A mund të rri kjo shtyllë këtu? A mund të rri energjia elektrike që po të shikosh izolatorët kanë dalë krejtësisht nga shtylla. Dhe me thënë të vërtetën, unë ju bëj thirrje banorëve të rrinë sa më larg rrjetit të energjisë elektrike. Sepse nga momenti në moment ata mund të humbin jetën. S'dua t'u ngarkoj me përgjegjësi ju punojësit, por drejtuesit duhet patjetër që të prokurojnë materialet dhe punojësit të vinë t'i vendosin dhe rehabilitojnë këtë rrjet. Kjo është rruga që përshkruan gjithë zonën e polisit. Duke filluar nga Miraka, Polis Qëndër, Polis Gostim, shkon në Polis Gushpat, Qafdardh, Vila. Si që shikojmë, ka probleme për karikim me çaku. Sepse për të shtruar është premtuar sot e 34 vjet dhe nuk është bërë me asfalt. Por ka dhe një problem të rëndësishëm, që sa herë bien rreshje apo kalon ujë, nuk kanë kanale anësore dhe uji lëviz në mënyrë të çrregullt dhe dëmton të mbjellat apo shtëpitë buzë rrugës. Të vetmen gjë që duan banorët dhe që është kryesore është rruga. Pastaj janë kanalet vadice, energjia elektrike, uji i pishëm, subvencionet, rehabilitimi i këtyre trevave në tërësi. Por të jenë të bindur me votën e datës 11/2025, pra në maj, këta banor do të kenë një kthes të re. Me qasjen e tyre ndaj votës, ndaj meje dhe fjala ime do të jetë shpatë përballë çdo problemi që ata kanë. Unë do të jem në dispozicionin e tyre. Zoti e bekoft gjithë trevën e polisit.